Dhe një barazim me Ignatian, sa të kënaqur jeni apo prisni më shumë? Nuk kemi shumë kënaqur me barazim patjetër sepse ne jemi përgatitur do fitojmë në ndeshje, por si shkon në ndeshje edhe me kartoni kuq, edhe me 3, 4, 5 rastet pastër për gol, për mua rastit në ndeshje ishte rastit Lathia pjesa parë kur kapi shtulla, topi kapi shtulla me 10 lojtar, kjo ishte një rastit super për ne do fitojmë në ndeshje, sepse kur kemi kundërshtar si Ignatia, një kundërshtar fort, edhe sot ishte derbi, do vendoset një gol. Domethënë neve ishim afër do fitojmë në ndeshje, do shtojmë një gol, nuk kemi shënuar, por nuk më të them asgjë për qunat ata bere maksimumi edhe neve do vazhdojmë rruga jonë. Pse vetëm 2 zëvendësime? Pas s'kishte pastaj shumë ishim lojtar në bankina, por në fusha qunat luajnë mirë. Domethënë Ze Gomeshi me Blezi, Latia Kraut Majtas ishte mirë. Drova Karimi sepse ishim nevojë për një tjetër shpejt lojtar fresk si Samueli. Me Strushorat ishim shumë rregull, mrapa ishim me ekuilibër, Totosh ishte super, domethënë s'kishte shumë nevojë. Ky pushim sa do ndihmoj, ndoshta për rekuperimin e lojtarëve? Ndoshta për rekuperimin e lojtarëve po sepse kemi një javë plot rekuperim, domethënë pushim, pastaj java tjetër është java Dinamos. Edhe besoj do rekuperojmë 2 lojtarët si Diallo edhe ndoshta Qose. Edhe një aspekt tjetër pozitiv, një stadium pothuajse i mbushur dhe pania e femrave në tribunë. Po, unë e tash edhe për RTS-a, edhe tani të them një shumë respekt për tifozat, sot ishte një ambienti shumë bukur, nuk i di ishte 6-7 mijë tifozat, si gjithmonë Elbasani është qytetit për futboll edhe faleminderit tifozat.